Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një statusi të lëvizjes vetëvendosje, e cila e ka cilësuar kreun e qeverisë shqiptare si një prej mbështetësve dhe lobistëve kryesor për krijimin e gjykatës speciale në Hag. Rama shkruan se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se përpara 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë unë e kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve, kurdo e kudo ka qenë rasti, a nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim, por unë s'jam në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa përqendrimet e para 10 viteve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Dhe e fundit, unë as nuk jam organizator e as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër, e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht nëse nuk do t'i isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj, shkruan Edi Rama në rrjetet sociale.